së Shqipërisë sot në pjesë të intervistuarve, gjithashtu e kemi në të tjera kërkime që kemi bërë në të shkuarën. Okej. Atëherë shkojmë tek tabela e parë që është më rëndësishmja për momentin, tek pyetja si jetohet sot në Shqipëri. Atëherë shikojmë tabelën e parë, e shikojmë dhe në ekran, pra si jetohet sot në Shqipëri. Shikojmë që mirë janë përgjigjur 45.8, shumë mirë 6.3, keq 40.1 dhe shumë keq 7.8%. Vlerësimi pozitiv, pra mirë dhe shumë mirë, është 52.1%. Krahasuar me vitin 2021, kemi një rritje prej 6.9%. Allora, profesore, la domanda è sull'ultima cifra. 52.1% bene o molto bene si vive in Albania. Ma il paragone cioè il paragone del 2021, dove è basato? Lei dice che 6,9 sono più in positivo nella risposta, cioè al paragonato al 2021. Cioè, qual è la cifra paragonata? Avete già una cifra che avete misurato 4 anni fa? Pra po e pyes profesorin, shifra vlerësimi pozitiv si jetohet mirë Shqipëri është 52.1%, por është plus 6.9% krahasuar me 2021, po e pyes profesorin krahasuar mbi kë të dhënë që ai ka matur 4 vite më parë. Si profesore, mi dica. Allora, il dato sì ce l'abbiamo, non lo kemi të dhënat sotto gli occhi, ma nuk i kam këtu në këtë moment, por nëse interesojmë mund patjetër mund të rikthej të dhënat, por patjetër janë bazuar në kërkime që janë bërë më parë. Pra, ju thoni që në Shqipëri, sipas sondazhit tuaj, ka një rritje gati 7% të personave krahasuar me 4 vite më parë, që mendojnë që jeta është më e mirë se 4 vite më parë. Cioè, lei dice che nel 52.1% sono quasi 7% in più di 4 anni fa. Esatto. Po, pikërisht. Okej. Atëherë kalojmë tek slajdi tjetër, që është po ashtu një i rëndësishëm, si është lidhet me humorin e shqiptarëve, se si e shikojnë ato zhvillimet e vendit tyre. Pyetja tjetër është, duke menduar për Shqipërinë në përgjithësi, cilat janë sipas jush problemet kryesore? Allora, professore, se lei sta vedendo il tabellone, ci può anche dire le cifre. Un attimo, Vetëm një moment, ju lutem. Ok. Po. Stiamo parlando della crisi economica, diciamo dello scenario sociopolitico nazionale. Skenarin sociopolitik në këtë moment. Mund të shohim se mendojmë se sipas Shqipërisë në përgjithësi. Secondo lei, questa è la domanda che è stata posta, le principali problemi del cilat janë problemet kryesore të vendit? Kriza ekonomike e inflacionit, siç mund ta shihni, është ajo që tregon edhe numri më të lartë, që është 18.9%. Quindi siamo quasi al 19%, è comunque un problema che është një problem i cili shfaqet edhe në të shkuarën, ka pasur edhe në kërkimet të mëparshme që kemi bërë, një situatë, një problem aktual që vijon, por do thëja jo vetëm për Shqipërinë. Mungesa e punës, kemi 15%, ky është një problem që ndihet shumë përsa i përket në anën shqiptare që janë pensionet e ulta që janë 13.2%, emigrimi 11.3%, e kemi parë edhe në zgjedhjet e mëparshme kur kemi dalë në zgjedhjet lokale, korrupsioni 10.1%, varfëria 9.7%, pagat e ulta 7.7%, la criminalità iniziamo a scendere, criminalità e sicurezza, kriminaliteti vijon duke ulur, sono sul 3.4%, infrastruktura 3.4%, kriza politike vijojmë me 2.8%, andiamo poi con il cattivo governo 2.1%, qeverisja e keqe 2.1%, cultura e turismo 0.9%, 0.9%, duhet të them, në këtë periudhë, ajo që kemi vënë re, kemi parë dhe në Itali
Një rritje kemi parë në të paktën. Vediamo un incremento sulla parte turistica. Në rritje të turizmit edhe lëvizje nga Italia drejt Shqipërisë në krahasim me vende tjera. La guerra Russia-Ucraina lufta russo-ukrainase particolarmente dando nuk sepse ndikon shumë në 0.6%. Okej, atëherë kalojmë tek slajdi tjetër, i cili është po ashtu që lidhet me skenarin shoqëror dhe politik kombëtar. Pyetja e radhës është nga opsionet e mëposhme, cilat mendoni që janë më shqetësuese për momentin. Shikojmë që mbetet inflacioni dhe rritja e çmimeve në vend parë me 32.1%, rrogat e ulta dhe pensionet e ulta është interesante se del në të dy temi pyetjet, 30.1%, mungesa e punëve të paguara mirë, papunësia 14.2%, korrupsioni 13.9%, zhvlerësimi i erës 4.3%, furnizimi me energji karburante 2.4%, lufta siguria 2.1%, borxhi i vendit dhe i popullit 0.9. Até, professore, la mia domanda è sui bassi salari e i pensioni bassi e poi anche cioè il basso livello dei salari e la disoccupazione. Cioè, questi sembrano interessanti perché escono anche nel tabellone di prima. Pra po e pyes profesor Vikarin sepse rroga e ulët, pensionet e ulta, papunësia, mungesa e punëve të paguara mirë, duken dy çështje shumë të rëndësishme dhe në pyetjen e mëparshme. Sì, no, è interessante perché është interesante sepse vjetre se kampioni përgjithsisht në të intervistuarit vënë re që është një problem i ndjeshëm, i ndjerë, edhe dikush është një pikë sugjerimi për cili ndoshta që do të fitojë zgjedhjet, në sensin që l'inflazione e aumento dei prezzi ha toccato tutti. Inflacioni dhe rritja e çmimeve ka prekur çdo, flasim qartësisht janë situata që jetojmë edhe në Itali, kështu që nuk është veçanërisht diskutueshme me atë që shihet në vende të tjera të Europës. Rrogat e ulta është e njëjta gjë njësoj. La mancanza di lavori ben retribuiti per e punëve të paguara mirë, për sa i përket shohim, nëse marrim grupin e personave që kemi intervistuar, për pjesën më të mirë janë persona të cilët kanë punë, janë të punësuar, që kalojmë nga 30 në 14% interes. Shohim që përgjithsisht në qytete ku vinë edhe grupet e targetuara ka një diferencë të vogël. Atëherë, kalojmë tek pyetja tjetër, që është një pyetje që në farë mënyre i përmbledh edhe themi përshtypjen finale të njerëzve në përgjithësi në cilin drejtim po ecën Shqipëria. Kjo është pyetja e radhës dhe si e shikoni në drejtimin e dur përgjigjen 49.7% të njerëzve, në drejtimin e gabuar 20.8% e njerëzve, as në drejtimin e dur, as në drejtimin e gabuar 9.5% të njerëzve. Pra shikojmë një ndarje simetrik e cila tregon që temi gjysma e shqiptarëve mendojnë që vendi po ecën në drejtimin e dur, ndërkohë gjysma tjetër mendon jo ose është në vendin nuk do bëj as përpara dhe as prapa. Por ndërkohë kalojmë pak edhe tek tabela tjetër e radhës, duke menduar për të ardhmen, pra i pyeten për të ardhmen shqiptarët. Sipas mendimit tuaj, situata ekonomike në Shqipëri, çfarë do ndodh me të? 40.4% përgjigjen që situata do të përmirësohet, 20.9% do të mbetet e njëjtë dhe 38.7% janë ata që mendojnë që vendi do të jetë më keq se ç'është sot. Allora, professore, questi ultimi tabelloni, l'ultimo è sulla situazione economica negli anni del futuro, quando ci dice che sono determinanti per l'umore politico della gente che voterà all'11 maggio. Pra, pyetja ime është këto pyetje sa ndikojnë realisht në humorin e njerëzve që do të votojnë në 11 maj. Allora, di sicuro è sigurt per quanto riguarda për sa i përket situatës
ekonomike në Shqipëri, nëse do përmirësohet në të ardhmet, është thelbësore. Interesante që mund të shohë se personat janë potencialisht pozitiv, sepse shohim 44% që e konsiderojnë se do të bëhet më mirë. Përsa i përket një 38% që sheh një situatë negative, duke parë dhe një situatë politike që sinqerisht në këto momente që shihet në rrugën e drejtë, sepse jemi gati në 50% që e konsiderojnë në rrugën e duhur. Megjithatë, profesor, 20.9% në tabelën e fundit thonë situata ekonomike në vitet e ardhshme do të mbetet e njëjtë. Çfarë do të thotë kjo? Këta anojnë temi nga situata e mirë, apo anojnë nga temi janë skeptik për të ardhmen ekonomike të vendit. Però, profesore, nell'ultimo tabellone c'è un 20.9% della gente che dice che la situazione rimarrà la stessa economicamente parlando nei prossimi anni. Cioè, diciamo, quando parliamo di prossimi anni, parliamo di 4 anni del mandato che ci governerà cioè dopo l'11 del maggio. Cioè, cosa vuol dire questo 20.9%? Cioè, sono dalla parte migliore, che migliorerà, o dalla parte che le cose non andranno molto bene? Kjo është pjesa klasike e të pavendosurit. Janë ata persona që kanë nevojë për të parë diçka më tepër. Mundësisht, motivacionet mund të jenë në varësi të situatave reale apo qofshin komunikative. Janë dy nivele me të cilën punohet. Është ajo që është në pjesën që do ta shohim edhe në këtë periudhë të zgjedhjeve. Do të jetë shumë bukur në javët në vijim. Edhe kjo është pjesa e punës tonë, të shkojmë të shohim se si do të anojnë, nëse do të anojnë në bazë në ato që do të komunikohet me të vërtet edhe në këtë grup të njerëzve, sepse në shumë pjesë publiku fokusohet në atë që është vërtet duke ndodhur në vendin e tij në momentin kur duhet shkoj vërtet votoj. Kalojmë te slajdi i fundit për këtë pjesë të parë, pastaj do flas me kolegët e mi, do diskutojmë shifrat. Slajdi i fundit është shumë interesant, pasi ka një pyetje shumë interesante. Pra, duke menduar për Shqipërinë dhe gjendjen në vend, cila nga këto emocione ndjen më shumë? Dhe shikon rezultatet që kanë treguar shqiptarët. 37.8% e tyre thonë që ndjen krenari dhe patriotizëm. 29.9% ndjen zemrim, frustrim dhe dëshpërim. 20.2% e tyre thonë që ndjen frikë dhe shqetësim, ndërkohë 12.1% e tyre thonë që ndjen gëzim dhe shpresë për të ardhmen. Allora, professore, l'ultima domanda, cioè questa è una cosa che io non ho, diciamo, visto nei sondaggi che ho commissionato io con le mie TV o neanche negli altri sondaggi, cioè come si sente la gente sull'attuale stato d'animo, diciamo, il loro stato d'animo sul loro paese. Cioè, i risultati sono interpretabili, però orgoglio e patriottismo è una cosa, diciamo, che qualche anno prima per gli albanesi non era neanche pensabile. Cioè, perché avete fatto questa domanda? Cioè, questa domanda alla gente, come interpreta i risultati? Pra, ideja është një pyetje e tillë nuk e shef shumë në sondazhe, pra që 37.8% shqiptarëve thonë që ndjen krenar dhe kanë patriotizëm për vendin e tyre, është një gjë që pak vite më parë ishte një pyetje që as mund t'ia bëje dot shqiptarëve. Pse qëllimet e kësaj pyetje, po e pyet profesor Vikarin. Si, mi dimi profesora. No, noi ci siamo resi conto. Ne kemi kuptuar è cambiato molto. Se ka ndryshuar shumë, por jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën, skena politike, në sensin që njerëzit nuk janë më të motivuar për të shkuar për të votuar si më parë. Dhe përpasoj vjen tek njerëzit, lind tek njerëzit, tek ne të kuptojmë se cilat janë motivimet e njerëzve që i shtyn drejt ndryshimit, drejt të votuarit dhe për të pejçuar ndryshimin. Dhe kemi tentuar të ndërtojmë disa pyetje që mund të na ndihmojnë të kuptojmë
kuptojmë se cilat janë motivimet që i dërgojnë njerëzit drejt votave dhe tipologjia e votimit të tyre. Okej, profesor të falenderoj, unë do flasë tani pak me kolegët e mi, le ringrazio, ci troviamo tra poco per la seconda parte. Falenderit Fabio Vicari, që është edhe drejtuesi i këtij sondazhi komisionuar nga APZ News. Skënder, atëre, unë do pa humbur shumë kohë, ka shumë të dhëna, por ajo që më bën mua përshtypje, ndoshta e kemi tek skenari sociopolitik tabela cilat janë sipas jush problemet kryesore të vendit, doja të flisim për atë një koment të parë, nëse ne mundemi ta gjejmë tabelën. Unë shikoj Skënder, ka një rritje të temave që lidhen me gjendjen ekonomike, bravo, kjo është. Pra duke filluar nga pagat e ulta, varfëria, korrupsioni që mbetet temë kryesore, po jo më kryesore. Shikojmë që kriza ekonomike, inflacioni, mungesa punës, pensionet e ulta, emigracioni. Pra shqiptarët atua po mendojnë ashtu si që tha profesor Bikari si një votues evropian? E vërtet, Sokol, dhe kudo ku kemi ndjekur procese elektorale, paka shumë këto kanë qenë temat, i ka përcaktuar qysh nga pandemia Covid-i dhe më pas lufta në Ukrainë, pra kanë nxjerrë në plan të parë inflacionin, kanë nxjerrë papunësitë, kanë nxjerrë pagat e ulta që lidhet me inflacionin, kanë nxjerrë pensionet, emigrimin, korrupsionin, por një gjë bën përshtypje që duket se ka një kundërvënie që teorikisht ato që do duhet ishin burimet ose gjeneruesit e problemeve të mësipërme ndodhen në kadet e poshtme të listës, si shqetësime. Më e para, unë do të thoja qeverisja e keqe, apo jo, zotë Çupi. Do të thotë, kur ti ke inflacion, papunësi, pensionet ulta, emigracion, korrupsion, normalisht duhet kishe një vetdije të një niveli pak më të lartë se çmimet tek lagja. Po kjo është e bukur e sondazheve Skënder, cila është? Themu, cila është e bukur e sondazheve? Një mendim, duket si një tabelë me dy pamje. Ne jemi njerëz që përcjellim opinionet e njerëzve, etj. Dikush na quhen opinion bërës, etj. Kemi. Por këto sondazhe Skënder, ndoshta na ndihmojnë të kuptojmë ku është diferenca midis asaj si e shohim ne dhe asaj si e shohin njerëzit. Patjetër, ne këtu po mendomi. Po, pra ideja është që nëse ata e shohin krizën ekonomike dhe inflacionin, pra ne pyetja e shohin si votues evropian, pra nuk e shohin më Shqipërinë si një ekonomi frok të vogël, po e shohin si të integruar në tregun e madh botror. Pra shikojnë probleme të cilat ndikojnë edhe një votues evropian. Pra kur flasin për pagat për pensionet e ulta për shkak. Pensionet e ulta është temë europiane. Në Shqipëri është edhe më shumë, se pensionet janë shumë më të ulta se në Europë. Nëse një fraze pensionet e ulta nuk varen për shembull, se po marr për pensionet. Pensionet është një dramë për çdo lloj qeverie. Çdo lloj qeverie që do vi do ketë probleme me pensionet. Por mos harrojmë, vitet 2014, 2015, te temi pati një zgjidhje të krizës pensioneve. Por çfarë ndodh? Evoluojnë shqiptarët e esën e tonë, për një sekundë, do të na futesh në Europë, ose do ta futesh në Europë, pa pensione europiane? Sokol, kjo kundërvënie që thash, le temi, nuk ka të bëjë me qeverisë të keqe, sa ka të bëjë duan qeverisën edhe më mirë se qeverisën sonë. Jo, shumë e vërtet kjo. Dhe e dyta do të shtoja unë, kjo është e vërtet, po e dyta që do të shtoja dhe këtu e mbaroj, është që ndoshta këto fenomene i shohin si të këqija endemike në trupin e këtij vendi. Dhe jo si të këqija që lidhen me një qeverisje të caktuar. Dhe kjo është e vërtet, sepse ne inflacion, pagat ulta, korrupsion, emigracion, kemi filluar me peshkareqat. Pra, do me thënë, janë fenomene kaq të ngulitura në trupin e shoqërisë shqiptare, sa që ato quhen dhe konsiderohen tashmë si të vlefshme për çdo kohë dhe për çdo situatë. Flok, është një sondazh i cili është vërtet pasuruar në krahasim me gjithë sondazhet e viteve të kaluara, është pasuruar me vetjetën e njerëzve dhe me vetjetën e popullit shqiptar. Do me thënë, këtu kemi pyetje për patriotizmin dhe krenarinë kombëtare, kemi pyetje për luftën në botë, kemi pyetje për disa nga pyetjet të cilat nuk janë përfshirë, nuk janë konsideruar në Shqipëri. Dhe është pikërisht atë që thot profesori italian, se qytetarë shqiptarë tani mendojnë dhe funksionojnë si pjesë e Europës. Duke parë këtë gjë, kështu, këtë skenarin sociopolitik kombëtar, bërë një gjë përshtypje krahas asaj që thot Skënderi,
Të bëni gjë për shtypje se vërtet njerëzit e ndajnë, domethënë, e ndajnë përgjegjësinë direkte të një instrumenti, të një institucioni, të një qeverie, me disa fenomene të cilët janë aty. Që janë strukturore. Janë strukturore, janë aty, nuk ke ata qosh. Duhet ndryshu struktura. Nuk ke ata qosh. Dhe ndërkohë, po në të njëjtën, si më thënë, pjesë, e kemi këtu gjëra që shifra të cilat duket sikur njerëzit vërtet nuk e kanë dëgjuar politikën, sidomos politikën opozitare. Domethënë tjetër gjë vërtet opozita në mitingje, tjetër gjë në media, tjetër gjë etj. Se kjo është pyetja që doja ta bëja. Ti ke kap një pikë shumë temi. Tjetër gjë. Ke kap nervin e gjës. Për shembull, kriza ekonomike, inflacioni, nuk është normale, nuk është në agjendën e opozitës. Nuk është gjëkundi në agjendën e opozitës. A është kryesore apo jo? S'është kryesore, por edhe opozita thot narkoshteti. Është shumë e rrallë. Pra narkoshteti do të thotë kriminalitet, do të thotë qeverisje e keqe, do të thotë krizë politike, pra gjitha këto. Dhe se s'kemi kohë. Lami, ajo që të bëmë shtypje është kjo që psi ka mundësi që temi këto çështje të cilat janë ngritur nga njëra palë janë kaq poshtë në. Unë mendoj që këtu ngrihen disa çështje. Së pari, vetëm sa më shkurt ju lutem. A mundet që çështjet të cilët opinioni publik i klasifikon si prioritare të mund të marrin vëmendje vetëm gjatë periudhës fushatës? Pse jo? Gjë e cila na bën të mendojmë që nëse ato nuk marrin vëmendje gjatë gjithë kohës kur shtrihet mandati i qeverisës, sigurisht do shikojmë që njerëzit kanë disa shqetësime, opozita apo qeveria ka disa shqetësime të tjera, siç janë korupcioni, siguria, kriminaliteti, kriza politike, qeverisja e keqe. Së dyti, media pasqyron problematikën e përditshme që ka njerëzit apo ndjek agjendën e politikës që dikton nëpër media. Po të shikosh debatën nëpër media, do shikosh që korupcioni, kriminaliteti, kriza politike, qeverisja e keqe kanë qenë epicendra e diskutimeve këto 4 vite. Elementi i dytë do thoja unë është që si afrohen partitë politike në platformat e tyre për zgjidhje gjatë fushatave elektorale, në lidhje me çështjet që kanë njerëzit. Blokina dhe nxirrni fletën e votimit. Ju mund të votoni, pra të plotësoni fletën e votimit në një nga mënyrat më poshtë, vetëm për një parti ose koalicion, ose vetëm për një kandidat. Kujdes, nuk mund të votohet për një parti apo koalicion dhe njëkohësisht për kandidatin e një partie apo koalicioni tjetër. Pasi keni plotësuar fletën e votimit në një nga mënyrat më sipër, ripaloseni atë. Futeni në zarfin A dhe ngjiteni mbylljen e zarfit. Zarfi A nuk duhet të përmbajë asgjë tjetër veç fletës së votimit dhe mos bëni asnjë shënim mbi të. Futeni zarfin A brenda zarfit B, mbylleni zarfin B dhe ngjiteni atë. Brenda zarfit B duhet të fusni vetëm zarfin A dhe mos bëni asnjë shënim mbi të. Futeni zarfin B brenda zarfit të operatorit postar DHL dhe mbylleni këtë zarf. Pasi keni përfunduar, telefononi shërbimin ekspres DHL sipas shteteve ku jetoni. Ju këshillojmë që të dorëzoni zarfin e kthimit te korrieri brenda 3 ditëve nga marrja e dokumentacionit zgjedhor me qëllim që ai të mbërrijë në Shqipëri jo më vonë se ora 19:00 e datës 11 maj 2025. Posta është e paguar nga KQZ. Vota jote, zëri yt për Shqipëri. Mirë rikthehemi me pjesën tjetër të sondazhit të ABC News dhe Angel Ricerche. Profesor Fabio Vicari është në lidhje drejt për drejt. Allora professore, continuiamo con la cosa più interessante, diciamo, cioè l'opinione, la valutazione degli albanesi sui loro leader politici. Cominciamo da Edi Rama. Pra fillojmë me vlerësimet e shqiptarëve për liderët e tyre politik, duke filluar nga Edi Rama. Ju lutem tabela e zotit Rama që bie të jetë numri 15 sipas kësaj që kam unë këtu. Atëherë shikojmë. Vlerësimi për Edi Ramën është pozitiv 51.2%, nuk ka mendim 3.6%, negativ 45.2%. Pra ky është opinioni për Edi Ramën si politikan, pra si drejtues politik, pasi do kemi një pyetje tjetër sa i përket performancës tij si kryeministër. Vazhdojmë me politikanin tjetër, Sali Berisha. Vlerësimi i shqiptarëve është 33.8% pozitiv për Sali Berishën, nuk ka asnjë mendim 2.3%, ndërkohë 63.9% shikojmë që kanë opinion negativ. Ajo që bashkon të dyja sondazhet është që nuk ka
shumë shqiptarë që nuk kanë një opinion për Ramën apo për Berishën, kjo edhe falë përvojës tyre të gjatë politik edhe në opozit, edhe në drejtues shtetëror. Pra, shikojmë diferencën midis Ramës dhe Berishës, pozitiv për Ramën është 51.2%, ndërkohë për Sali Berishën 33.8%. Kalojmë tek Ilir Meta, i cili del gjithashtu në këtë sondazh të shqiptarëve, vlerësimet e tyre për Ilir Metën, negativ 83.2%, pozitiv 11.6%, ndërkohë nuk kanë asnjë mendim për të 5.2%, dhe këtu numri atyre që kanë mendim zero, pra nuk kanë asnjë mendim është i pakët, edhe kjo fal përvojës së gjatë. Ndërkohë interesante janë temi figurat e reja politike në vend. Vazhdojmë me Adriatik Lapaj Ndjes, i cili në përgjigjet e këtij sondazhi ka këto rezultate. 35.2% prej tyre të pyeturve kanë mendim pozitiv. 34.9% mendim negativ, dhe sigurisht gati 30% nuk kanë asnjë mendim, nuk kanë akoma ndarë mendjen çfarë mendimi kanë për të pozitiv apo negativ për Adriatik Lapaj. Ndërkohë kalojmë te Agron Shehaj, i cili ka një mendim, për të ka një mendim pozitiv disi më pak se sa për Adriatik Lapaj, pra 34.2%, negativ 20.2%, ndërkohë nuk kanë ndonjë mendim të posaçëm për të 25.6%. Kujtoj që Lapaj dhe Shehaj janë identifikuar të dy si forca të djathta dhe kanë pasur dhe replikat forta me njëri tjetrin. Nëse ka replikat forta midis partive të reja, janë ato cilat ka përfunduar dhe në gjykat midis Adriatik Lapaj dhe Agron Shehaj. Shikojmë që Lapaj ruan një avantazh të lehtë, temi qoftë në opinionet pozitive, qoftë në ato negative, pra negative pak më të ulta se zoti Shehaj. Ndërkohë, kalojmë pastaj tek zoti Arlind Qori, i cili është identifikuar si forcë e majt, pra lëvizja bashk. Për zotin Lapaj, opinioni pozitiv është 23.6%, pozicioni negativ 33.7%, ndërkohë interesante është që një pjesë e madhe nuk ka ende një mendim për të 22.7%. Ndërkohë që këto janë dhe një tabelë finale, ndoshta vlerësimit e udhëzimeve politik, pra overall, ndoshta tabela finale në ndihmon që ta kemi në ekran, se kjo është një tabelë shumë e rëndësishme, tabela tjetër më pas, që jep, pra që është në fleta me numër 21, vlerësimit e udhëzimeve politik, ndoshta e kemi, unë e kam në video wall, nuk e di, e kemi apo jo? Atëre, do mundohem që ta nxjerr në Magic Wall, pasi këtu e kemi, besoj e kemi në sondazhin ton, shpresoj që ta kemi, nëse nuk është bllokuar dhe kësaj radhe. Atëherë, kjo është tabela kryesore që i tregon vlerësimet e udhëzimeve politik shqiptar, pra totalja për gjithë liderët politik. Rama është 51.2%, Adriatik Lapaj është 35.2%, Agron Shehaj është 34.2%, Sali Berisha 33.8%, Arlind Qori 23.6%, Ilir Meta 11.6%. Tani, e rëndësishme është që sigurisht Sali Berisha këtu paraqitet në vendin e 4, Lapaj dhe Shehaj janë mbi të. Interesante është që nëse mund t'i vendosim një gërm, flasim për një forcë të identifikuar të djathtë, për një forcë të identifikuar të djathtë dhe për sigurisht për Partinë Demokratike, lideri i cilit është Sali Berisha. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon që dy partitë e reja me lider djathtë, nga pikpamja e preferencave të leadershipit politik, dalin më lartë se zoti Berisha, ndërkohë që Qori pra është identifikuar si e majt dhe Ilir Meta gjithashtu. Po, Skënder, vetëm një sekond, sa t'i bëj një pyetje, pra apo i keni pyetje me profesor? Me profesor Bikarin. Atëherë një pyetje profesor Bikarin. Profesor, il mio collega Minjosi vi farà una domanda su diciamo su questo sondaggio sui leader politici del paese. Po, Skënder. Profesor, në djathtas në fund të slajdit afishohet numri personave që i njohin politikanët. Në rastin e Berishës, Ramës dhe Metës, kjo përqindje është mbi 99%. Pra, shqiptarët i njohin këta tre emra praktikisht të gjithë. Sa po kalojmë tek politikanët e ri, kjo përqindje zbret. Dhe kemi në rastin e Lapajt, e njohin vetëm 67%. Zotrin që quhet Agron Shehaj e njohin 70.2% dhe Arlind Qori 77%. A mos duhet që
ta marrin parasysh koeficientin e mos njohjes totale kur bëjmë preferencat shifrore të shqiptarëve? Profesore, e ka vënd tjetër Skënder. Profesore, allora li traduco, cioè con una grande velocità. Allora, quando si parla dei leader veterani, diciamo Berisha, Rama, Meta, cioè quasi tutta la gente ha un'opinione chiara perché li conosce. Poi quando andiamo a verificare i nuovi leader politici, poi una grande parte di quelli che hanno risposto alle vostre domande dice che non li conosce. Quando questa condiziona, diciamo, l'opinione positiva su questi nuovi leader, Ciori, Lapaj e Sheaj? Më saktë jam apo, jo? Po. Bën sens, po nejse. Shpresoj që dëgjojeni në transmetim pasi ne këtu nuk dëgjojmë gjë. Po të paktën të kenë dëgjuar shikuesit. Atëre, nuk keni zënë në transmetim. Ju lutem, regjia, atëre, këteni transmetimin këtu, nuk keni zënë transmetim. Derisa ta zgjidhni problemin e audios, shpresoj që ne dëgjohemi. Atëre, dhe njerë, Skënder, Martin, ajo që më bën mua përshtypje është tek rasti zotit Berisha, do të kemi mund si shikojmë edhe preferencat politike si votojnë shqiptarët. Por ajo që shikojmë tek opinioni për drejtuesit politik, ndoshta tabela është më e bukur kjo tjetra këtej, se ajo imja është interpretative. Qëndroj këtu, Martin. Atëre, shikojmë që dy lider që identifikohen djathtë, pra zoti Lapaj dhe zoti Sheaj, kanë preferenca më të mëdha se zoti Berisha, i cili është lideri tradicional i qendrës djathtë shqiptare. Një opinioni juaj për këtë? Sepse e kam thënë edhe herë tjetër, po e them tani. Ka një sondazh tjetër që ka marshin e gabimit 0 sipas meje, dhe ky sondazh ka emrin Sali Berisha. Dhe prandaj them që Sali Berisha përtej gjithë shkaje, përtej gjithë gjenezës që ka patur në Partinë Demokratike pas riardhjes në kryet Partisë Demokratike, tregon që ai nuk është më lider i preferuar për shqiptarët dhe fakti që del në vendin e 4 është sondazhi më i mirë në të gjitha sondazhet që kemi patur deri tani, po unë marr këtë sondazh si më të mirin sipas meje. Frok, shpejt. Mua më bën përshtypje një gjë tjetër, domethënë nga njohja tek mosnjohja e tyre, domethënë fasha shumë e gjerë e mosnjohjes së tyre liderëve. Është normale se janë 3. Po shiko, është normale, po ka një lidhje me fashën e njohjeve. Domethënë, aq sa nuk e njohin, aq edhe e votojnë në mënyrë a priori, në mënyrë, si më thon, hajde të votojmë një gjë sepse un kam inat dikë tjetër. Nëse, Frok, kjo që thua është relativ, më falë që ndërpresa. Po, relativisht. Sepse do të shohim, më falë, do të shohim, kam përshtypjen, si që kemi parë dhe më përpara, që Adriatik Lapaj nuk është partia e dytë Shqipëri. Okej, një sekundë se do flasim... Për gjë po themi. Po pra, që pastaj ajo të kurët shumë përqindje. Po, lami një batut shpejt, lami një batut, i lutem. Në qoftë se njihen Rama dhe Berisha, njihen për shkak se njëri ka në pushtet rreth 23 vite, tjetri ka në pushtet rreth 13 vite, dhe njerëzit o i duan ose i urrejnë, ndërsa liderët e partive të reja janë pa njohura, janë pa testuar, janë pa konsumuara,
bashkë me Firon dhe riskun që thotë kolegu Frok këtu, i cili thotë që nga mosnjoja vjen ose paragjykimi, por vjen edhe adhurimi. Vjen dhe adhurimi, të dy bashkë janë, rrisë janë të dyja. Kurse po ta shikojmë, pra ka opinione pozitive, por ka dhe prishmëri. Prishmëria do të prita ta presim se çfarë do ndodhi. Në skemë Sali Berisha me Ilir Meti janë shumë afër. Do me thënë, njeri është i 4, tjetëri është i 6. Po, ta shikojmë nëse kjo përputhjet me partitë e tyre. Ishte një lloj humori. Tani duhet të shohim partitë. Atëherë, ju lutem, dhe njerë, shkojmë me shpejtësi tek slajdi i radhës. Pyetja e radhës është kryeministri i ardhshëm. Cilin preferojnë shqiptarët për kryeministër të ardhshëm? Dhe shikojmë tabelën, ju lutem, punoni dhe me tabelat grafike temi që sapo treguam. Cili preferojnë si kryeministër të ardhshëm? Shikojmë që 64.3% preferojnë Edi Ramën, ndërkohë 35.7% preferojnë Sali Berishën. Pse është i rëndësishëm ky sondazh? Ky është i rëndësishëm sepse nëse pam të dhënat më sipër sa i përket preferencave personale për Edi Ramën si politikan, vetëm 51.2% e kishin preferencën pozitive për Edi Ramën. Ama kur vjen puna për të zgjedhur kryeministrin, cilin preferojnë si kryeministër, 64.3% preferojnë Edi Ramën dhe 35.7% preferojnë Sali Berishën, i cili në temin e preferencat e shqiptarëve individuale afrohet, pra pozitivisht për Sali Berishën mendonin 33.8%, 35.7% e duan si kryeministër. Pra shikojnë që ka një përputhje midis perceptimit Sali Berishës si politikan dhe si kryeministër. Ndërkohë që shikojmë që sa i përket Edi Ramës, nga 51.2% që është preferenca e tij personale, gati 64.3% Lami e preferojnë si kryeministër. Shpejt një domethënie sipas jush. Në këtë rast, kur qytetari i ofron dy alternativa, do zgjedh alternativën që ai beson që është më eficiente për të. Ndryshe është rasti kur renditen disa figura dhe ai jep një opsion për secilën figurë. Kur jepen dy alternativa, është i detyruar të zgjedhë njëra nga. Dhe zgjedhja tregon qartë diferencën ndërmjet Ramës dhe Berishës. Së dyti, do thonë unë, ajo çfarë është karakteristike që do shikojmë dhe me slajdet e tjera, është si korelon pëlqimi për liderin me pëlqimi për partinë. Pa dalë të kjo, rrim pak, pse do të tregoj një slajd tjetër i cili flet për si e vlerësojnë shqiptarët, jo, vetëm për këto dhe ta jap direkt fjalën ty. Atë se lidhen të dyja. Atëherë, si e vlerësojnë shqiptarët punën e kryeministit Edi Rama, pra e punën e Edi Ramës si kryeministër. Nëse kemi tabelën, ju lutem, atëherë shikoni, kjo është tabela si politikan. Si kryeministër duhet jetë tabela e parafundit, para se dalim të votat politike. Shpresoj që ta kem dhonë këtu për ndryshe, atëherë është tabela me fletën 25, si e vlerësojnë. Atëherë shikoni që ndodhë. Si e mirëtojnë punën e Edi Ramës si kryeministër? Shumë 12.9%, mjaftueshëm 40.2%, pak 18.6%, as pak 28.3%. Këtu Skënder kemi pothuajse një përputhje me opinionin që dilte për Edi Ramën si lider politik, 51.2%, si kryeministër vlerësojnë 50, pra mirë apo shumë mirë, 53.1%. Si e lexon këtë përputhje? Përputhet po ashtu, në kratë kundërt me ato të Berishës. Mos përputhja virtuale, paktën aparente e dukshme e kësaj cilin preferoni mes Ramës dhe Berishës, ka të bëjë me një tërheqje lietarit thatë mes dy emrave. Dhe në këtë tërheqje lietarit del Rama i parë me 64, sepse Berishën nuk e preferojnë për kryeministër. Tani, në vetvete kur Ramën fillikat i vetëm si e konsiderojnë punën e tij si kryeministër, aty shfaqen nuancat dhe aty Rama bie nga 64, bie në këtë që ne shohim që është 53. Dhe kjo është normale, absolutisht, kjo është normale, po. Por në përballjen thatë Berisha-Rama, Rama fiton me 2/3, nuk diskutohet. Atëherë, e kemi profesor Vikari në lidhje? Sì, mi sentite? Me dëgjoni? Po, allora professore, la sentiamo finalmente. Allora, parliamo dell'ultimo tabellone, quello più, diciamo, interessante, cioè per chi voteranno gli albanesi all'11 di maggio. Allora, vediamo il tabellone, parashikojmë tabelën për këtë votojnë shqiptarët në 11 maj, e poi il professore lei ci fa un piccolo commento. Atëherë, shikojmë tabela, ci può commentare, professore?
Certo. Patjetër. Allora, atëherë. Sì, lo vedo meglio anch'io. Perfetto. E shoh dhe më mirë. Perfekt. Giusto dopo sulla domanda di prima che mi Në bazë të pyetjes së mëparë që më vjen keq që nuk u dëgjua. Do më duhet të thoya që natyrisht të gjithë intervistuarit që kanë dhënë përgjigje ishin të njohur, njihnin persona që ne I propozuam. Come persone da andare a votare. Si, persona që duhet shkonin votonin. Rispondo sì. Në këtë pikpamje, përgjigjem po, ishin të njohur dhanë votën e tyre, opinionin e tyre në mënyrë direkte. Jo në bazë, kush njihet pak më shumë, dhe kush është më I famshëm, dhe është normale, dhe patjetër dhe opinioni rritet, dhe madje mund të jetë më pozitiv. Për sa I përket votave, të dhënat janë shumë interesante, sepse shohim Partia Socialiste 50% është shumë e lartë. Allora, professore, una domanda. Lei ha messo lì, cioè il minimo e il massimo. Ka vënë shifrat minimale dhe maksimale. Il minimo è di 46.9, il massimo 50.9. Cosa vuol dire questo? Perché ci può anche... sarà anche una confusione, ci deve chiarire un po' su quella cosa. Pra duhet na serve pak të confusion që mund të lindi. È una forchetta, diciamo, è una forchetta fisiologica di intenzione di voto. Naturalmente noi andiamo a calcolare qëllimeve të votës, është një ndasi në bazë qëllimeve të votës që ne I llogarisim për mos dhënë një të dhënë specifike, sepse ka shumë element që mund të ndikojnë deri në fund, por në momentin vërtet që ne kemi shkuar të marim qëndrën specifike mes 46.9% dhe 50.9% është data perfekte 100%. Ne gjithmonë mbajmë atë kufi marsh, por historikisht ajo që është qëndra e mesit ndësisë është edhe dhëna esenciale, thelbësore. Në bazë të kësaj pike, sicuramente in grado di andare poi jam I sigurt që ad aiutarci anche a comprendere le motivazioni. Të ftuarit tuaj ndoshta edhe mund na ndihmojnë të kuptojmë edhe motivimet që sjell në këtë a questo numero. Në këtë numër specifik. Ok, professore, l'ultima domanda e poi le lascio andare. Gli indecisi 14.7 dice lei, cioè të pavendosuri 14.7%. Questi indecisi sono decisi di votare? Cioè stanno pensando o non sono decisi neanche per votare? Pra janë të vendosur për të votuar, për të pavendosur për kë, apo janë të pavendosur për gjithësi? No, questi sono gli indecisi janë të pavendosuri që do shkojnë të votojnë, por nuk dinë non sanno ancora chi votare. Se për këtë do të votojnë. Interessante. Professor Vicari, la ringrazio molto per la vostra presenza, per il vostro lavoro eccezionale, grazie mille di tutto e ci vediamo il prossimo lunedì. Grazie a voi. Faleminderit juve. Dhe vim si të mbarë dhe për të ftuarit tuaj. Faleminderit. Profesor Vicari, atëre që mos humbim kohë pasi ka të emision tjetër pas nesh, unë do doja të dilim te tabela kryesore, miq dhe miq, është edhe temi tabela më interesante, që është tabela e votimit. Atëre, qëndrojmë këtu. Kjo është tabela kryesore, Skënder. Atëre, shikojmë, Partia Socialiste në maksimum shkon më lartë se 2021, 28.7%, shkon deri në 50.9%, ndërkohë Partia Demokratike 39.4% zgjedhjet e fundit të drejtuara nga Lulzim Basha 25 prill 2021 nga idhulli Martin Lekës, dhe ndërkohë që flasim për një shifër që në dukje nuk është një shifër e pakët krahasuar me rezultatet historike që ka Partia Demokratike, dhe dohet ditë lapsi këtu që ta nënvizoj pak. Atëherë shikojmë, Partia Demokratike është 37%, ndërkohë që në 2021 ka qenë 39.4%. Por kujdes, tu mungon një element I rëndësishëm, që është Partia e Lirisë, pra Lëvizja Socialiste për Integrim, e cila ka dalë, Landi sa ka dalë në gati 6%. Pra, e krahasuar jemi në mes të fushatës, nuk është një shifër e keqe me ato që 24 partitë e Berishës janë shumë më pak se sa 2 partitë e Lulzim Bashës dhe Monika Kryemadhit. Kaq. 2021 me 2025. Landi?
Do doja të komentoje pak dhe Sokol të lutem. Do doja të komentoje pak edhe rezultatin e Partisë Socialiste. Është identik Sokol sepse kur thot minimal, maksimal, zakonisht merret e mestmja. Okej, Landi, se s'kemi kohë. Na kanalizojnë 3 pika. Arrin në këto zgjedhje Partia Socialiste të ripërsëritë rezultatin e 2017-2021 me këto dhëna, nëse vazhdon deri me datë 11 maj, po. 2. Partia Demokratike bashkë me koalicion, pra koalicioni mallështor është nën kuotat e 2021, madje nën kuotat rreth 6% që është goxha. Pra nëse do të ishte 46%, tani e kemi 39% për njerëzit dhe lajmi që është lajm për këto zgjedhje është që të paktën ekzistojnë shumë gjasa që të kemi disa të butë që mund të krijojë një grup nga partitë e reja që mund të kemi në këto zgjedhje. Martin, atëherë shikojmë, Shqipëria bëhet nisma e drejtuar nga Adriati Klapaj nga 5.4 deri në 7.4, ndërkohë që shikojmë që partia Mundësia nga 3.8 deri në 5.8, pra minimale dhe maksimale. Partia Social-Demokrate e drejtuar nga Tom Doshi është nga 1.4 në 2.4. Po këtë të dhënë dua ta nënvizoj pak se është shumë e rëndësishme, pasi shikoni krahasimin me zgjedhjet e 2021 për të kuptuar se sa i saktë është ky sondazh. Pra, ky sondazh tregon shifrat që partia e zotit Doshi ka marrë dhe në zgjedhjet e vitit 2021. Po mos harrojmë, zoti Doshi në vitin 2021 ishte një tjetër presion, në cilin nuk është sot kandidon dhe vetë për deputet, pra shqipsoat krejt tjetër. Dhe unë mendoj që do rritet ndoshta qoftë edhe me një deputet, sepse ai është i përqendruar në disa zona ku efektiviteti i elektoral është maksimal. Tani, zoti Qori, shikojmë që Lëvizja Bashkë, zoti Qori... Po, unë e kisha tek Kapelja, do më thënë. Po, Kapelja është numri 1%. Darim të 1% se lutës se s'kemi ko. Atere, shikojmë që zoti Qori Qupi është nga 1.1 deri në 2.1%. Kujtoj që në bazë ligjit elektoral, nëse e mbi 1%, ti klasifikohesh për mandat, pastaj duhet parë nga zonë. Një komenti juaj për këtë? Shiko, kjo është një lëvizje e cila s'është përcaktuar ende nëse është e thellë e majt apo është e majt e moderuar. Dhe në këto ujra sigurisht që ka arritur të fitoj 1%. Mund të thesh dhe këte se ka arritur të fitoj 1% të më shumë se sa në zgjedhjet e kaluara. Po, unë kam përshtypjen se nuk është kjo çfarë zgjidh lëvizjen. Shpejt, lutem se jemi shumë me... Mendoj se, aty që tha Martini, mendoj se Partia Social-Demokrate e Tom Doshit do jetë një surprizë mes këtyre të... Ta shikojmë. Surprizë pozitive apo negative, Basha që nuk shkon, mezi shkon tek 1%? Surprizë negative për sa i përket frontit opozitar, i cili ndoshta mund të ekzistonte mundësia që mbas zgjedhjeve mund të bashkoheshin dhe të krijonin një numër caktuar të deputetësh. Dhe shikonin fakt se ka një 9.6% jeton partitë të tjera dhe që janë kryesisht partitë shkëputura, formacion shkëputura nga Partia Demokratike. Një të fundit fare. Fjalit fundit se do ta mbyll. Kemi qenë skeptik që nuk do të ketë fuqi lista e partive të reja të përkthehet mandate, sepse do shuhet gjatë rrugës, dhe kemi marrë precedent vjetër, lëvizjen kuqezi etj. Ndoshta fakti që e djathta PD plus LSI, Partia e Lirisë, ka një rënje kaq të madhe, shpjegon rezistencën e partive të reja me këto përqindje edhe pranë votës, edhe pranë datës votës. Megjithatë janë shifra që janë pak më ndryshe se sondazhet e tjera, duke që themi, ata që janë përgjithë sondazhet tonë kanë qenë më konservator pra në përgjigjet e tyre. Megjithatë, nëse më premtoni që takohemi nesër 5 që jemi sot për t'i komentuar më gjeri, jeni të ftuar, po, Skënder, po, Martin, po, Roland, po, Kapelen për nesër. Do dhe Kapelen me numri 1. Ta premtoj që nesër dhe asjel, qëndroni në ABC News, djesi u vënuam pak, kaluam 2 minuta mbi orarin ton tradicional, që jemi nesër në ora 8 të në risor për të komentuar këto rezultate që tregojnë, fituese në ndryshon, humë si bëhet ngjyra. Që jemi nesër në ora 8, dhe atërë nga Sokol Balla, natë në mirë. Me
Me zgjidhjet digjitale të Vodafone Business, biznesi yt i tej kalon